tek figura e krimit në thojza të kryer nga Erion Velia në përgjim, cila ishte një provë shtesë, kjo është teza kryesore, për të përligjur përfundimisht mbajtjen e tij në burg, pra rrëzimin e apelit. Ishte pika e parë e Nenit që vlerëson proporcionalisht masat e sigurisë, duke futur rrezikshmërinë në marrjen dhe vërtetësinë e provës. Këtu mbet, sepse për aratisje bie çdo gjë, sepse ai as ka pasur, ai ka qenë jashtë, madje ka telefonuar bashkëshortën që të kthehet, se në atë kohë e caktimit masës bashkëshorta ka qenë, nuk e di, jashtë vendit. Edhe rreziku që mund të kryej vepra të tjera, pika 3, të ngjashme të njëjta ose më të rënda, nëse do të ndryshohet masa ose duke qenë gjendje të lirë, kjo ha shumë diskutim sepse nuk dim realisht çfarë kanë mbledhur prokuroria në lidhje me këtë, por tek vërtetësia nuk përjashtoi plotësisht intimidimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, fyerjen, shpifjen e kështu me radhë, nuk janë pjesë e parashikuar nga ligji për masat e sigurimit personal. Nuk janë më vete, trajtohen më vete. Nuk e di, më fal, nuk e di kush i përzien këto. Media ka punën e vet. Vija e mbrojtjes dhe sjellja e një të pandehuri që ndodhet në paraburgim është izoluar, duke marrë të gjithë ngarkesën e tij emocionale, siç e shpreh edhe në mesazhe. Është një gjë tjetër. Problemi është ka element hakmarrëse të personalizimit të konfliktit. Pra, unë besa kuptova nga Garanza, nga Mese, dhe nga Dëbalia, shohim një personalizim të konfliktit midis prokurorit dhe të pandehurit. Shiko. Që shkon në disfavor të pandehurit, se prokurori është më i fuqishëm. Normal. Se u shpreh gabim, nuk është ende i pandehur. Është persona e tim. Po në burg valla. Po jo pra se ka vetë cilësinë. Ne tim, por ama i burgosur. Pra e ka pasur edhe në aspektin e rëndimit psikologjik të një mase që në komendat ndërkombëtare quhet e jashtëzakonshme, nuk është. Kjo që është bërë për Velia. Kjo që është bërë për Velia. E dyta, ka të bëjë edhe me faktin që këtë e ka përkthyer edhe në raport si formë padrejtësie ndaj prokurorit Olsdado. Dhe nga ana tjetër, kjo i ka shërbyer, mendoj unë, edhe palës mbrojtëse si një strategji për ta hequr atë prokuror nga kjo çështje.